shinjët tuaj rreth e rrotull, grek, italian apo çfarë do qofshin, kudo tjetër, po sidomos këta këtu, nuk ju shohin më nga lart poshtë dhe nuk kanë më asnjë shans që t'ju përbuzin, sepse ju nuk jeni më të detyruar t'i thoni mirëmëngjes edhe kur ju thon plaç. Të votojmë të gjithë bashku aty ku gjendet forca e dur, në kohën e dur dhe në vendin e dur, që atë pasaportën që mund t'ju duhet edhe 10-15 vjet ta merrni nga shteti grek, ta merrni nga shteti shqiptar si pasaportë Bashkimit Evropian. E njëjta gjë është në 11 maj, nuk ka nevojë të jesh socialist dhe të bëhesh socialist për të votuar Partinë Socialiste, për të votuar skuadrën tonë dhe për të mos e ndërprer misionin e përfundimit të negociatave, po përkundrazi, për të bërë një shumicë më e fortë se asnjëherë, jo thjesht për të na dhënë ne fitoren, se ne për të fituar me kënetën fitojmë edhe pa bërë fushat fare, por për t'i dhënë Europës, për t'i thënë 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, për t'i thënë këtu edhe qeverisë në Greqi se shqiptarët të gjithë bashkë duan të jenë pjesë e pandar, e barabartë, dinjitoze e respektuar e Bashkimit Evropian. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Efkaristo, faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit dhe rrofë Shqipëria, rrofë Greqia.